Qeveria ka nisur një partneritet me biznesin privat për rijetësimin e pronave shtetërore. Kjo nisën përfshin ndërtesa të vjetra dhe truall shtetëror, të cilat do të zhvillohen nga privati në këmbim të hapësirave ndërtimore për shitje. Ky model synon të sjellë zyra të reja për institucione publike pa shpenzuar fonde shtetërore. Projekti menaxhohet nga Korporata Shqiptare e Investimeve. Në qershor të vitit 2024, qeveria nisi procedurat për ndërtimin e objekteve mbi prona shtetërore në partneritet me sektorin privat. Përzgjedhja e objekteve u bën nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit përmes një gare publike. Projektet fituese janë në fazën e kërkimit të investitorëve privat. Ndër projektet kryesore është ndërtimi i godinës së re të kadastrës dhe Lift Tower. Ky kompleks do të ndërtohet në një truall shtetëror pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Partneriteti privat do të mbulojë të gjitha kostot e ndërtimit, ndërsa shteti do të përfitojë hapësira moderne pa shpenzime shtesë. Po ashtu është parashikuar ndërtimi i kompleksit qeveritar Voi Tower. Ky projekt do të zhvillohet në bulevardin Jeanne d'Arc dhe zonën pranë stadiumit Sterman Stermasi. Kompania IBA u shpall fituese për zhvillimin e këtij projekti. Në dhjetor të vitit 2024, stadiumi Selman Stermasi i kaloi Korporatës së Investimeve për zhvillime privatët. Stadiumi i ri do të ketë kapacitet rreth 14 deri në 16.000 vendesh dhe do të ndërtohet sipas standardeve të UEFA-s. Një tjetër projekt është ndërtimi i bibliotekës së re kombëtare në rrugën Gramos Pashko, pranë qytetit Studenti. Privatët do të propozojnë projekte arkitekturore dhe oferta financiare, ndërsa shteti do të përfitojë një bibliotekë moderne. Lista e pronave në të model partneriteti po zgjerohet dhe përfshir gjithashtu vilat qeveritare në Velipoj dhe Vlorë. Sipas qeverisë, pritet që kësaj liste të shtohet dhe Pallati i Kongreseve. Procesi i përzgjedhjes dhe implementimit të këtyre projekteve do të monitorohet nga Korporata Shqiptare e Investimeve.